Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu ka prezantuar në komisionet parlamentare për fshiratët e Europës dhe punët e jashtme projekt ligjin për importin, eksportin dhe tranzitin e armëve të zjarrit, të komponentëve të tyre kryesor dhe të municioneve. Vëngu shpreh se vendi do të forcojë kontrollin e importit dhe eksportit të armëve të zjarrit. Projekt ligji për importin, eksportin, tranzitin e armëve të zjarrit, komponentëve të tyre kryesor dhe municioneve vjen si një përgjigje ndaj një nevoje reale për të modernizuar, konsoliduar kontrollin shtetëror mbi transferimet ndërkombëtare të armëve të zjarrit në një kontekst rajonal dhe ndërkombëtar gjithnjë më kompleks. Dy janë detyrimet dhe angazhimet e shtetit shqiptar që kanë çuar drejt një projekt ligji tërësisht të ri. E para ne vime një paket ligjore, ky është vetëm projekt ligji i parë. Paketa ligjore parashikon gjithashtu një reformë të ligjit 46/2018 për kontrollin shtetëror të transferime ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe atyre me përdorim dyfisht, cila është në shqyrtime sipër, dhe një projekt ligj tjetër për rregullimin specifik të armëve në territorin e Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme. Pra kjo është një paket ligjor dhe ky është akti i parë. Detyrimet që na çuan drejt kësaj reforme burojnë nga protokolli i Kombeve të Bashkuara kundër prodhimit paligjshëm me trafikimet të armëve të zjarrit dhe nga ana tjetër dhe direktiva rregullore e fundit të BE-s. Ndërsa një vend thelbësor zë sipas tij edhe bashkëpunimi mes SPAK dhe BKH për kontrollin e këtyre armëve. Autoriteti shtetëror i kontrollit shtetëror të eksporteve është de facto dhe një agjenci ligjzbatuese dhe praktikisht është në bashkëpunim qoftë me Policinë e Shtetit, qoftë me SPAK, qoftë me BKH për situata të caktuara ku ne kemi një ndjeshmëri të posaçme. Është absolutisht e nevojshme që të gjitha organet ligjzbatuese me sa më shumë ndërveprim online, prandaj kemi edhe sistemin e licencimit të enkriptuar, i cili parashikohet në këtë projekt ligji dhe vend të mundur një ndërveprim me gjurmëshmëri administrative në çdo hap. Besoj se do rrisin ndjeshëm ndërgjegjësimin e çdo operatori ligjzbatues në pikat kufitare dhe pikat doganore. Është një detyrim dhe një nevojë absolutisht imediate. Ministri u shpreh ndër të tjera se janë nënshkruar 6 kontrata mes kompanisë shtetërore Kajo dhe 6 operatorëve privat. Këto kontrata sipas tij parashikojnë prodhimin e municioneve, prodhimin e mjeteve dhe pajisjeve personale, uniformave, armatimit të lehtë, dronëve, sistemeve antidron dhe mjetet e emergjencave civile. Vëngu tha se prodhimi i produkteve të para Made in Albania pritet të fillojë këtë vit. Kemi 6 kontrata të nënshkruara aktualisht për krijimin e 6 kompanive të përbashkëta shtet privat përmes kompanisë shtetërore Kajo dhe 6 operatorëve privat. 6 kontratat parashikojnë prodhimin e municioneve, prodhimin e mjeteve dhe pajisjeve personale, uniformave, armatimit të lehtë, dronëve, sistemeve antidron dhe mjetet e emergjencave civile. Dhe jemi gjithashtu, siç kam pasur mundësi ta bëj publik disa herë, në përfundim të negociatave me Finkantierin për ringritjen e kantierit detar të Pashalimanit në bashkëpunim me gigantin italian për të pasur mundësi të prodhojmë jo vetëm anijet tona, jo vetëm të mirëmbajmë, po edhe të mund të prodhojmë mjete dhe të riparojmë mjete për nevojat vendeve aleate. Ky është spektri në cilin po ecim. Presim që produktet e para Made in Albania për 3 prej nën produkteve që përmenda, mjetet taktike, mjetet e emergjencave, uniformat dhe municionet, prodhimet e para të fillojnë këtë vit. Ne ndjekim së bashku me Agjencinë e Industrisë së Mbrojtjes dhe enti rregulator, tashmë kemi hyrë në fazën ku duam të sigurojmë zinxhirin e furnizimit të qëndrueshëm për të gjitha nën produktet e këtyre prodhimeve ushtarake, në mënyrë që të jemi në përputhje dhe me standardet e NATO-s dhe me të gjithë politikat e vendit tonë për sa i përket preferencave që kemi, sigurisht diskutohet në vendet aleate. Ai shtoi se Ministria e Mbrojtjes po realizon hapat përfundimtar për rishikimin strategjik të mbrojtjes 2026.